Nazim Thaçi është mjaft i indinjuar pasi sërish janë hedhur mbeturina nga persona të pandërgjegjshëm për të disaten herë, duke bllokuar rrugën për në pronat e tij dhe bashkëvendasëve të tjerë. Ai thotë se në të kaluarën me vetë iniciativë ka bërë largimin e mbeturinave, ndërsa vitin e kaluar edhe komuna e Prizrenit ka bërë largimin e tyre, por që dukuria e hudhjes së mbeturinave po bëhet vazhdimisht në mënyrë tinzare që orëve të mbrëmjes, shprehet i revoltuar ai. Po na shqetëson shumë, sidomos tash është afrimi pranverës. Kemi vreshtat, kemi tokat, kemi malet këtu. Është një tmerr. Fshati kalojmë këtu kur ka ngarkesë, sidomos verës. Edhe rrugën e kanë prish, komuna ka investuar në këtë rrugë. Njerëzit të pa përgjegjës, ndërgjegjshëm, shifsha kanë kuvat këtu. Është krim është kjo. Meqense vinë natën, përcjellin, tinza gjujnë, ikin, kjo nuk është një pamje e mirë. Ju keni prona? Kemi fshati, kemi prona, kemi vreshtat, kemi livada, kemi malet tona këtu që punojmë. Edhe në për prona? Edhe në për prona, shifat atje mrapasha kanë bëj, kanë bloku rrugë, kanë bloku tana, na jemi në zorme, ata vinë natën, gjujnë, mramjes, hedhin beturina, kur dhimë në gjez, veç plot. Unë 2 herë kom marrë vetë me iniciativë, kom marrë 1 mikë, e kom pastru këtë vend 2 herë, e kom qitë shaj, e kom qitë tana prapë, që të merë, shka me thonë. Mallë ki me ardhë, mysin qatë këtu për beturinat. Zgudzon me ardhë vetë, si i lirë me punua, po me dalë në fusha me asi. Nuk e di shka të thonë, veç është një papërgjithësi totale. Shqetësimin e njëjtë po e ndahen me bashkëvendasin e tij edhe përfaqësuesi i fshatit Landovic, Faik Berisha. Ai thotë se pas pastrimit të rrugës nga mbeturinat e shumta nga komuna, për 1 muaj sërish është bllokuar rruga nga dukuria e njëjtë. Po kemi shumta se në këtë pjesën mbrapa nesh ku është rruga, është bllokuar gjithë siç e shihni. Edhe ka vreshta, ka livada, ka male që asi, banorët e fshatit Landovic nuk munden më me depërtu në këtë pjesë. Unë si përfaqësues i fshatit edhe vitin e kaluar kam bërë kërkesa, me qenë se komuna e ka pastru vitin e kaluar, ka qenë pastër, jemi mundu që mësme si i kemi lejmëruar me polici me gjitha. Mrenda 1 muaj e gjysmë është bërë e njëjta gjendje sikur që peshin. Është një në ndërgjegjjen edhe të qytetarëve të vetë neve, jo të vinë të hudhin, se këtu vinë i hudhin zakonisht në mbrëmje kur nuk i shohin dikush. Ata mbesin me shpresë se sërish komuna do t'ju del në ndihmë për zhbllokimin e rrugëve nga mbeturinat, ndërsa nga organet kompetente identifikim dhe ndëshkim të keqbërësve. Parasysh nuk e dim, kështu që nuk e di, lusa ata që të mirën seriozisht me këtë punë, pak ma tepër, t'ju japin hapësinë edhe për këto mbeturinat kanë lokacion se ku mi hudh, jo kështu në prona private, në për rrugë. Personalisht kam qenë edhe në kuvendin komunal, kam bërë një kërkesë me shkrim kështu që me dalë përsëri me shiku. Po unë e thash edhe më parë, kjo është në metët, nuk është në kulturën tonë. Ne po i vujmë këto pasoja këtu. Ky vend ka qenë më parë, është si shihet pjesë e Bagremëve, kjo pjesë ka qenë ajri shumë i pastër, kanë dalë, kanë orë për frekventimin nga qyteti, kanë orë, kanë qitë flinja, gjona tjera, kanë bo vikende këtu. E tash këtë gjendje këtu nuk po mujnë me kalu për me punu diçka se lemo punë vikende se diçka tjetër. Lidhur me këtë shqetësim serioz të landovicasëve, ne kemi kontaktuar edhe drejtorin e shërbimeve publike në Prizren, Islam Ukimeri, i cili tha se do të ketë intervenim të shpejtë në largimin e këtyre mbeturinave dhe apeloi tek të gjithë bashkëqytetarët që në rast se hasin në persona të pandërgjegjshëm duke hedhur mbeturina në vende ku nuk lejohet një gjë e tillë, të informojnë organet përkatëse. Vitin e kaluar kemi intervenuar në këto pika zezë për hudhjen mbeturinave në atë fshatin Landovic, andaj nga televizioni juaj bëjmë apel që të gjithë ata që i hasin, ata dashakeqës që hudhin mbeturina në vende ku nuk ka lejuar hudhjen mbeturinave, që të informojnë inspektoriatin e komunës, këtë drejtorinë e inspektoriateve, Policinë e Kosovës dhe që të ndërmarrin masat të parandalojmë këta dashakesë që bëjnë hudhjen këtyre mbeturinave në vende ku nuk ka lejuar.
Ne si drejtori, në këtë rast, edhe pse vitin e kaluar e kemi bërë pastrimin e asaj pike zezë të mbetorinave, do të shkojmë edhe këtë radhë të bëjmë pastrimin, edhe pse në shumë pika kemi vepruar, dhe pas një kohë shumë shkurtë në u kthy gjendja më pashëm. Andaj edhe një herë bëj apel që më një herë si të identifikohen njerëzit që kanë hudhur mbetorinën në këto pikat që nuk është e lejuar, njoftohen policia dhe inspektorati që të ndërmarrin masat dhe të parandalojmë këta njerëz që hudhin mbetorinën e bene ku nuk ka e lejuar. Ndryshe, komuna e Prizrenit viteve të fundit ka intervenuar në largimin e shumë pikave të zeza nga mbetorinat, por që largimi i tyre ka dhe kosto e cila rëndon buxhetin komunal. Rruga është e bllokuar nga mbetorina të ndryshme si Orendi, pajisje elektroshtëpiake, gjësende të ndryshme si dhe mbetje të kafshëve, duke bërë që edhe qenë të shumë të ushqen aty e që nuk janë në numër të vogël.